Uri bashkëpunimi në mes Medical Center dhe Spitalit Amerikan. Nevroz Caushaj është ky drejtori i përgjithshëm i Spitalit Amerikan në Kosovë. Ai shoqëruar me Ramil Aliu, menaxheri i Spitalit Medical Center në Preshevë, vizitoi përsa afër gjitha repartet e shërbimit mjekësor që ofron për pacientët e komunës sonë, i cili u befasua për të mirë me këtë rregullim dhe teknologji të re që posedon Medical Center. Ai vizitoi të gjitha repartet si praksën e përgjithshme, intervenimin, laboratorin, pediatrin, stomatologjin, ginekologjin e të tjera. Pas vizitës që i bëri përsa afër me këto reparteve në shkruan edhe një marrëveshje e bashkëpunimit në mes Spitalit Amerikan në Kosovë dhe Medical Center në Preshevë. Marrëveshje kjo që shërben që në të ardhmen të pacientët të levuar me ndonjë sëmundje e cila nuk ka shërim këtu e që duhet trajtim më të tjeshëm, atëherë këtë mund ta bëjnë Spitalin Amerikan në Kosovë, si dhe të shkëmbejnë përvojët e tyre në mesveti. Si drejtori general i Spitalit Amerikan në Kosovë, sot kena në vizitë pra në Medical Center këtu në Preshevë, mund ta thoni se përsa afër vizituat edhe gjitha repartet këtu që ofron shërbim mjekësor në Preshevë. Si është bashkëpunimi me Spitalin këtu në Preshevë, Medical Center në Preshevë? Së pari njerë duhet falenderoj Ramilin dhe grupin që udhëheq Medical Center në Preshevës për këtë ftesë që më bëri dhe këtë bashkëpunim që do nisi nga sot ndërmjet Spitalit Amerikan në Prishtinë dhe Medical Center në Preshevë. U surprizova nga paraqitja, është një investim me vërtet shumë real, i domosdoshëm, i cili do të vijë në shërbim të njerëzve, të popullatës gjithë zonës, dhe nga ana tjetër jo vetëm në shërbim të shëndetit tyre, po dhe të parandalimit të sëmundjeve që ka çdo popullat, natyrisht edhe kjo zonë si çdo popullat tjetër. Nga sot ne fillojmë një bashkëpunim shumë të mirë me Medical Center Preshevën, ku Spitali Amerikan dhe Medical Center angazhohen të dy bashk të vënë në shërbim të njëri tjetrit të gjitha potencialet mjekësore për të arritur në diagnostikimin sa më të shpejt, sa më të mirë dhe në trajtimin sa më adekuat, sa më profesional gjithë rasteve tona. Si ishte një shëndetësi përgjithësi këtu në Preshevë dhe ato në Kosovë? Shëndetësia është një shkencë e cila evolon gjithmonë. Dhe duke evoluar, kuptohet që ka nevojë për gjëra të reja. Dhe gjërat e reja, kur them gjërat e reja, quhet që nga investimi që këtu për shembull shoh një investim të vërtet shumë serioz dhe shumë modern, por ashtu ka nevojë edhe për kapacitetet njerëzore, ku nga prezantimi mu tregua që fuqitë potenciale profesionale janë me të vërtet shumë të mira. Për sa i përket mjekësisë së Preshevës, unë mendoj se me krijimin e kësaj qendre do të jetë një fytyrë tjetër e mënyrës se si shërbehet, e mënyrës se si jepet jo vetëm shërbimi social, por dhe shërbimi profesional, pasi njerëzit kanë nevojë si për anën profesionale ashtu dhe për anën sociale. Një investim me të vërtet shumë serioz. E uroj Ramilin për këtë lloj investimi. Medical Center ka memorandum bashkëpunimi edhe me shumë spitale të tjera në rajon.